A duhet me recitu surën Fatiha nëse je i lidhur pas një imami? Pra je në xhami ose edhe dikon ku imami lexon, ti tash e lidh mas ti, a me lexu edhe ti Fatiha a mos me lexu? Parimisht ju e dini se Fatiha është pjesë e namazit. Fatiha duhet me lexu. Por tash i kemi meselën nëse jam vetëm edhe nëse jam me imam. Nëse e vetëm gjithsesi duhet me lexu. Përveç atyre që se din, i kanë alternativa, s'po du me hyrë shumë detaje. Nëse je me imam, a me lexu ajo? Po du me i përmend analizat e ulemave që mos mu këtë kuptu që nëse njini diçka jashtë asaj që po thamun, mos me met në huti. Ka prej ulemave të cilët thonë, në momentin që e lidh mas imamit, mjafton leximi i imamit. Aje lexon elamin ti, heshtë. Ka pra këtu në ulemave të cilët thonë gjithsesi duhet me lexu. E lexoj imami, ke me imam, ke vetën ti duhesh me lexu Fatihan. Edhe mendimi mesëm është që nëse je në namaz ku lexohet me za, imami lexon me za, ti e ndëgjon në heshtje imamin, e përcjell me vëmendje, edhe nuk ke nevojë me lexu ti përderisa ai është duke lexu me za. Nëse je në namaz ku lexohet pa za, atëherë edhe ti e lexon, qysh e lexon imami edhe ti lexon. Ai është në heshtje të lexuar dhe ti lexon në heshtje. Pra, 3 përgjigje. Njëna knena, njëna he, njëna në mes. Unë çka këshilloj? Sa rrin namaz, lexoje. Nëse nuk e lexon, ai mendimi që thotë s'ka problem, inshallah taala nuk prish punë, te na në shkollën juridike hanefite është e lejuar mos me lexu. Ka ato matrona mendimet që thonë në gjitha situatat duhesh me lexu. Bajgu edhe kjo është mendimi i fortë, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë nuk ka namaz ai që se lexon surën Fatiha. Po sinqerisht na e kemi, unë shkoj ka i rregull që me ja lexu popullit mrena halalit, mrena të lejumes. Tham nëse nuk lexon inshallah taala nuk ka problem. Por në heshtje imami kur ashtu lexu në drek, në kindi ose në rakatet e fundit të yatsis ose në tretin të akşamit, lexoje, jetu nahet, lexoje. Lexoje më mirë. Pra, kjo është përgjigja ime, një mesatare, pa u dëmtu inshallah taala as dispozitat e fesë, as muslimanët. Zoti ju rujt.